إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Falënderimi takon Allahut Azza wa Jall. Për ti ndihmë kërkojmë dhe vetëm për Allahut Azza wa Jall falje për gabimet tona kërkojmë. Atë që udhëzon Allahu, askush nuk ka mundësi ta devijojë, dhe atë që e lën Allahu në devijim në humbje, askush nuk ka mundësi ta udhëzojë. Salatet, selamet, përshëndetjet tona më të përzemërta ja dërgojmë pejgamberit ton Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij të ndershme dhe shokëve të tij besnik dhe mbar besimtarëve të cilët e pasojnë rrugën e pejgamberit Muhammed deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të dashur besimtar, sot me juve do të flasim rreth cilësive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në hutbën e kaluar biseduam për cilësitë e Allahut Azza wa Jall, kurse sot me juve do të flasim për cilësitë dhe për shkrimin se si u dukte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Si dhe dhashtë Allahu jetë, në gjumën e ardhshme do të flasim për cilësitë e besimtarëve. Të nderuar vëllezër besimtar, para se ti përshkruajmë tiparet dhe fizionominë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do të flasim për cilësitë morale të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Sepse bukuria e çdo njeriu është në edukatën e tij dhe në sjelljen e tij mbi gjitha. Pejgamberi ynë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ishte shembulltyr për mbar njerëzimin dhe sidomos për besimtarët. Dhe thot Allahu Azza wa Jall, ju shembulltyr më të mirë, pra model më të mirë, e keni pejgamberin Muhammed alayhi salatu wassalam. Sikur se transmetohet për pejgamberin alayhi salam, ishte Kurani i cili ecte në tokë, pra e praktikonte fije përpej fjalët e Allahut Azza wa Jall të shkruara në Kur'an. Vëllezër të dashur besimtar, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u dallonte me besnikërinë e tij. Ishte besnik, ishte i fjalës. Me këtë u dallua pejgamberi sallallahu alaihi wasallam qysh para islamit. Të gjithë e dinin për pejgamberin alayhi salam, pra të gjithë qofshin kurajshitët apo mekkasit në përgjithësi, e cilësonin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se është njeri i mirë dhe i drejtë dhe i cili e ruan emanetin. Andaj dhe nëse dikush udhëtonte në një vend të largët, pasurinë që e kishte, apo dhe fëmijët që i kishte, i alinte emanet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ishte i mëshirshëm. Edhe Allahu Azza wa Jalla quajti kështu në Kur'an, dhe thatë ne ty e të kemi dërguar rahmet, mëshirë për mbar njerëzimin. Ishte i mëshirshëm pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për të madhin edhe për të voglin, për plakun edhe për të liun. Ishte i mëshirshëm edhe për kafshët. Ishte i mëshirshëm pejgamberi sallallahu alaihi wasallam jo vetëm për besimtarët, por edhe për pabesimtarët. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam falte shumë. Edhe nëse dikush i bënte ndonjë padrejtësi pejgamberit alayhi salatu wassalam, pejgamberi alayhi salam ishte ai i cili ja falte. Pejgamberi alayhi salatu wassalam i fali edhe pabesimtarët, mushrikët, të cilët e luftuan dhe e përzuan pejgamberin alayhi salatu wassalam nga Mekkeja. Megjithatë, kur erdhi pejgamberi alayhi salam si çlirues, ja fali atyre. I dërguari Muhammed sallallahu alaihi wasallam ishte modest. Asnjëherë nuk ka ditë të jetë mendje madh apo të mburret me diçka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, por ishte modest.
Besimtarit nuk I takon të mburet me diçka tjetër vetëm se me imanin, me besimin që I ka tek Allahu subhanahu wa taala. Besimtari mburet me imanin, me besimin, me islamin që I ka. Pejgamberi alayhi salatu wassalam nga modestia e tij nuk u dallonte nga shokët e vet. Nuk ishte sikur se mbretërit të cilët ulen në për fotele dhe koltuqe të bukura, të stolisura, por jo, në ndejet ku ishte pejgamberi sallam kur u fuste dikush nga larg dhe I huaj, pyeste se kush është nga juve Muhamedi, nëse nuk ishte besimtar. Pra pyeste se kush është nga ju Muhamedi, apo ku është I dërguari Muhammed sallallahu alaihi wasallam, sepse u veshte me rrobat që vishet ai popull dhe ai vend. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte I turpshëm, u turpëronte. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ishte I durueshëm, duronte. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u sillte mirë me të gjithë, si me të madhin, ashtu edhe me të voglin. Derisa, thojnë sahabët, e mirëte një fëmijë për dorë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe u shëtiste ai fëmijë bashkë me të në për rrugët e Medinës, nuk ja prishte qefin pejgamberi alaihi salatu wassalam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte trim, nuk u friksonte. Kur ishte çështja me mbrojt fjalën e Allahut, me mbrojt të vërtetën, me thonë, me fol të vërtetën, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çdo herë e ka fol të vërtetën. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte I drejtë. Ishte I drejtë ndaj të gjithëve, jo vetëm ndaj të largëve, por ishte I drejtë edhe ndaj të afërmëve të tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ishte diçka me fol për drejtësi, folte edhe për gabimet e të afërmëve të tij, si për shembull gabimet e mushrikëve që I kanë pasur nga të afërmit e tij, apo kur kanë hyrë në Islam e që kanë pasur diçka nga kamata. Kanë dhënë kamat, sikur se Axha I tij Abasi, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka gjyku në atë moment që Abasi nuk ka të drejtë me marr kamat që ka dhënë njerëzve. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, po nëse edhe Fatimia bia ime, po të kishte vjedhur, edhe asaj do t'ja këpusja dorën si dënim që është për të gjithë, ashtu edhe për vajzën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Elusim Allahun azza wa jall na uzoj rrugën e drejtë, dhe të na falë mëkatet. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru li wa lakum, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa afdalu salatu wa tamu taslim ala nabiyina Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Falenderojmë Allahun azza wa jall. Salat e selamet ja dërgojmë pejgamberit ton Muhammedit alayhi salatu wassalam. Vëllezër të dashur besimtar, sa herë që të përmendet emri pejgamberit alayhi salam, është prej sunetit të dërgojmë salavate pejgamberit alayhi salam. Sa herë që të përmendet, shpërblehesh me 10 shpërblime. Nëse I dërgojmë pejgamberit alayhi salatu wassalam salavate duke thënë sallallahu alaihi wasallam, ose alayhi salam, ose alayhi salatu wassalam. Vëllezër të dashur besimtar, do të flasim tashti për pamjen fizike të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Shkurt, pejgamberi alayhi salatu wassalam, që shtojnë sahabët, ishte njeriu më I bukur në pamje dhe më I përsosur në ndërtimin trupor. Ishte I tërë trupi I tij I harmonizuar, pra duart, fytyra, hunda, goja, koka, këmbët, të gjitha pra këto pjesë, këto gjymtyr ishin të harmonizuara. Thojnë sahabët, ai I cili e shikonte pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e shifte hijeshin dhe madhrinë e pejgamberit alaihi salatu wassalam. Thot sahabiu tjetër El-Bara ibn Azib, thot I dërguari Muhammed sallallahu alaihi wasallam ishte njeriu me fytyrën më të bukur dhe me trupin më të bukur. Gjatësia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishte mesatar në gjatësi. As shumë I gjatë, as shumë I shkurtër. Kur este mes njerëzve të gjatë, duke sikur ishte
më i gjati për shkak të hijeshisë, dhe trupi i tij ishte i fortë dhe i qëndrueshëm, kraharori i gjerë dhe supet e forta. Ngjyra e lëkurës. Lëkura e tij ishte e bardhë e përzier me skuqje të lehtë. Nuk ishte as shumë i zbehtë dhe as i errët. Fytyra i ndriçonte kur ishte i gëzuar. Fytyra e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishte e rrumbullakët dhe shumë e bukur. Shkëlqente kur buzëqeshte duke i si hëna e plot, kështu të quajnë sahabët pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Gëzimi, kur gëzonte diçka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ju shfaqte në fytyrë, e dishin që është i gëzuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sytë e tij ishin të mëdhej dhe të bukur, bebëzat shumë të zeza dhe të bardhat shumë të pastra, shumë të bardha. Qerpik të gjatë dhe të dendur të shpesht. Kur shikonte dikë, e shikonte me tërë fytyrën e tij, nuk e shikonte me cep të syrit. Nuk është prej edukatës të shikohet dikush, domethënë me cep të syrit të shikohet shtrembër, por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i ka fol dikujt, ju është kthyer komplet me fytyrë edhe me gjoks drejt atij personi. Vetullat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë qenë të harkuara dhe shumë të bukur, nuk ishin të bashkuara në mes, por kishte hapësirë, balli i gjerë dhe djerësitë i lehtë në ball kur u hidhrohej pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Hunda pak e ngritur dhe e drejtë, ishte në harmoni të plot me fytyrën. Goja dhe dhëmbët. Goja e bukur dhe mjaft e gjerë. Dhëmbët pak të ndarë në mes, edhe kjo gjë ja shtonte bukurinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur fliste pejgamberi sallam, duke sikur se dilte dritë nga goja e pejgamberit alaihi salam. Mjekra dhe flokët. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte mjekur të dendur dhe të bukur, flokët shumë të zi, nuk kishte shumë kaçurrela, po edhe as këtë të drejta nuk ishin flokët e tij. Donjëherë i riste pejgamberi sallallahu alaihi wasallam flokët deri tek veshët, tek butat e veshëve, e ndonjëherë edhe deri tek supet. Koka e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishte në formë të rregullt, qafa e bardhë dhe u dukte sikurse argjend i pastër. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte kraharor, gjoks të gjerë dhe supe të forta. Ishte shpina e gjatë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe në shpinë ka pasur edhe një pjesë të ngritur pak të lëkurës, sikurse veza e pëllumbit, dhe disa qime në te. Dhe kjo ka qenë vula pejgamberike, gjithë pejgamberet e Allahut azza wa jall e kanë pasur këtë vullë. Derisa dikush prej pabesimtarëve kur ka ardhur te pejgamberi sa ka lexuar për cilësitë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse ishte prej qifutëve dhe u sillte e dal nga dal pas pejgamberit alayhi salatu wassalam, duke u munduar me pasë a i ka të pjesë të ngritur. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e vëreti se ai qifuti pse po sillet pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe pejgamberi sallallahu ja zbuloi krahrorin e pa vullën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, që kishte lexuar prej librave të vjetër për cilësitë e pejgamberëve, dhe kur e pa atë vullë u vërtetua, pasi që i pa edhe cilësitë tjera të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe tha ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Dëshmoj se nuk ka tjetër Zot që meriton të adhurohet, dhe dëshmoj se ti e o Muhammed i dërguari e Allahu subhanahu wa taala. Duart e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishin jashtëzakonisht të buta. Ai i cili u përshëndeste me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kur asnjëherë në jetën e tij nuk e haronte më atë butësinë dhe atë ndjesinë që ka prek dora e tij dorën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.
Allahu na bëftë të mundshme të takojmë pejgamberin alayhi salatu vesselam në xhennetin e Firdaus, të jemi bashkë me të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u djerësit e i. Por era e djerësës e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregojnë sahabët, thojnë i vinte era parfum pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nuk ishte sikur se mbar njerëzit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte pak ecje të fortë të ngulitur në tokë. Kishte ecje të shpesht. Ecte shpejt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, por me qetësi. Nuk i tërhiqte këmbët zvarr pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Madhështia dhe hieshia pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u ndjente çdo kush ishte prezent afër tij. Çdo kush e shifte pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe thojnë sahabët, kishim mall para se me njoh pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që ta shohin. Dhe kur e kemi pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, nuk ishte që u çmallnim, por edhe më shumë na shtonte malli ynë, na shtonte për me pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ishte pra i përsosur fizikisht, i përsosur në moralin e tij, ishte i përsosur në sjelljet e tij, ishte i përsosur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në mësimet e tij dhe në këshillat e tij. Elusim Allahun azza wa jall na bëj bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në xhennetin Firdaus. Elusim Allahun azza wa jall që ta pasojmë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në edukatën, në sjelljen e tij. Elusim Allahun subhanahu wa taala të na bëj pasues të pejgamberit alayhi salatu wasalam, dhe kur të desim dhe dalim prej kësaj dynjaje, të dalim ashtu që çdon Allahu azza wa jall, të jemi praktikues të Kuranit dhe praktikues të sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu na zoft, Allah na fal mëkatet. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li lakum wa aqimus salah. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.